natyrshëm, andaj kanë qenë dhe pjesë e opozitës siriane, e cila triumfoi pas revolucionit. Kështu që në bashkëpunim me të dhe me kontakte tjera që i përmenda, pra dhe me luftarë shqiptarë që tani janë në pushtet atje, e diskutuam pak edhe nga distanca dhe unë vendosa që ta dërgoj një letër formale, por pa bërë buj dhe pa u thirrë ashtu në kompetencat të Ministrisë Punëve të Jashtme, vetëm që si qeveritar t'ju tregoj se do ta mirëpresnim njëjën e Republikës së Kosovës nga shteti sirian. Kjo ka ndodhur në janar të vitit 2025, këtij viti, dhe është diskutuar pra nga pushteti i ri atje. Ata kanë treguar se janë të interesuar ta bëjnë një gjë tillë, pra ta njohin Republikën e Kosovës, por do të preferonin që kontaktet të jenë edhe të një niveli pakës më të lartë, pra qoftë në nivel të kryeministrit apo Ministrisë së Punëve të Jashtme ose edhe të presidencës. Dhe më pastaj ka pasuar ky komunikim apo? Po ndërkohë kur u bë i njohur, pra jo me dëshirën time, se ka pas komunikim, nëse kujtohet ka pas edhe jo vetëm tallje, por edhe akuza kundrejt meje, pse e kam iniciuar pra një proces të tillë të komunikimit, dhe desh që të mos ngutem. Kjo ka qenë vetëm një arsye, ta kemi parasysh që lindja e mesme është një pjesë shumë delikate në gjeopolitikën botërore, aty ndodh dhe Izraeli, ndodh në shtete tjera dhe simpatia prej një shteti mund ta kushtëzojë mandej raportin me një shtet tjetër, kështu që unë mbajta në rjedha kryeministrin Kurti edhe ministrinë e Punëve të Jashtme, ndërkohë ajo që ndodhi ishte se pikërisht në ata muaj